Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po nisi maratonën e ditës së sotme për të takuar në orare të ndryshme së bashku, për të komentuar, për të dhënë qëndrimet tona, për të sjellur pranë jush nga momentet më të bukura deri tek ato që në fakt unë i urej me shpirt. Ato momente më të vështirat, ato momente që hamendësimet janë shumë të mëdha dhe sjellin në pikpyetje çdo marrëdhënie, çdo lidhje, çdo dashuri që ne në fakt i besojmë kur ndërtohet brenda katër atyre mureve, siç është shtëpia e Big Brotherit, duke shpresuar që jashtë saj do të na japin pozitivitet, do të na japin energjinë e bukur dhe rrugtimi i dashurisë së tyre do të vazhdon. Por siç e do mentaliteti shqiptar, tradita shqiptare, shumë komentues më kanë shkruar nëpër komente duke më pyetur, po mirë Tiron, ti si mendon? Për shembull për marrëdhënien e Eglit edhe të Gjestit. Është xheloze kjo motra e tyre? Blerina? A e xhelozon kjo këtë marrëdhënie? Zakonisht, princesha e një vllaut është motra e tij. Princesha e një djalit është motra e tij. Por në rrugtimin e jetës, princeshat shtohen. Bëhet princeshe dhe gruaja, ndërsa mbretresh është gjithmonë nëna, por bëhet princeshe dhe vajza e tij në të ardhmen. Do të thënë automatikisht princeshat vinë radh më radh dhe kjo është sekreti i një familje si një jetë të bukur apo asaj ndërtimit të një familje ashtu siç e ka dhënë Zoti. Është komentuar shumë përse Blerina nuk e ndjekën akoma Eglin në Instagram, edhe pse Egli e shpjegoi situatën në post Big Brother që nuk e kam menaxhuar unë Instagramin, mi kanë fshirë followersat nga Instagrami, por siç duket, hatërmbetja nga ana e familjes ekziston akoma pasi që Blerina po të hedhim një sy, sot e kësaj dite nuk e ndjekën, sepse këto janë pyetjet e publikut. Tani edhe ka të drejtë mos ta ndjekën. E para njëherë Gjesti nuk ka zyrtarizuar asnjë gjë me Eglin. Nuk ka bërë asnjë gjë zyrtare. Blerina nuk mund të bën kunat apo nuse vllau, një diçka që Gjesti nuk e ka bërë publike akoma, nuk e ka bërë zyrtare. Gjesti dhe Egli akoma nuk kanë bërë një foto së bashku, e jo më familjarët të ndjekin njëri tjetrin në Instagram. Unë jam munduar që në të gjithën këtë historinë të nxjerr një 2-3 fjalë për këtë ngjarje që në fakt ka tanguar publikun shqiptar, se po ndiqen me shumë kuriozitet. Edhe Blerina, por në të njëjtën kohë po ndiqet dhe Egli dhe Gjesti. Çdo lëvizje e tyre është në shënjestër për të komentuar. Në një shoqëri ku lidhjet familjare janë shpesh të shenjta dhe ku roli i motrës në jetën e vllaut shihet si një mburojë dashurisë, por ndonjëherë edhe si një filtr kritik, marrëdhënia mes Blerinës, motrës së Gjestit dhe Eglit ka ngjallur interes e diskutime të shumta. Shumë djegës kanë vënë re me kureshtje se ndonse Egli dhe Gjesti duket se po ndërtojnë një lidhje shumë serioze dhe të qëndrueshme. Blerina nuk ndjek Eglin në Instagram. Në epokën digjitale, një follow apo një unfollow shpeshherë flet më shumë se fjalët, ndaj mosveprimi i saj ka ngritur shumë pikpyetje. A është kjo thjesht një zgjedhje pa qëllimshme apo ka një qëndrim të fshehtë pas saj? Ka nga ata që thonë se gjithmonë motrat janë të kujdesshme, madje dhe dyshuese kur vllau i tyre krijon një lidhje të re. Është një lloj mbrojtje instinktive, sidomos kur bëhet fjalë për vëllezër që janë më të vegjël ose të parë si të ndjeshëm. A është kjo ndoshta edhe rasti Blerinës, apo bëhet fjalë për diçka më shumë, një ndjenjë xhelozie të brendshme që nuk është artikuluar kur publikisht, por që vëret përmes gjuhës së trupit, distancës virtuale dhe mungesës së ndërveprimit publik.
Në disa dalje publike të Gjestit dhe Eglit, mungesa e Blerinës është ndjerë. Ajo nuk ka bërë asnjë koment të drejt për lidhjen e vëllait të saj. Dhe kjo heshtje është interpretuar nga shumë si mospranim i qartë. Në një kulturë ku përqafimi i partneres së vllait nga motra të shpesh i menjëhershëm dhe entuziast, distanca e Blerinës lë vend për interpretime. Ndoshta ajo nuk e ka ndjerë ende Eglin si pjesë të familjes, ose ndoshta nuk është pajtuar me mënyrën se si është ndërtuar kjo marrëdhënie. Mos ndoshta ndonjë ngjarje e djeshme, ndonjë situatë e kaluar që nuk është bërë publike, ka lënë një hije në mosbesim? Nga ana tjetër duhet theksuar se njohja mes dy personave nuk është gjithmonë e menjëhershme. Mund të jenë ende në një fazë teste, ku përpjekjet për të kuptuar njëra tjetrën janë në fillimet e tyre. Blerina mund të jetë thjesht të rezervuar, një tip që nuk nxiton, të hap zemrën e saj ndaj çdo personi të ri që vjen në rrethin e familjes, edhe pse Egli nuk ka arritur deri në rrethin e familjes së Gjestit. Nëse e shohim nga ky këndvështrim, mos përfshirja e saj në rrjetet sociale mund të jetë thjesht pjesë e një procesi më të gjatë, të natyrshëm njohje dhe ndërtimi besimi. Por, nuk mund të mohohet as fakti që ndjenjat njerëzore janë shpesh të ndërlikuara. Në shumë raste, motrat mund të ndjenjë se po humbasin një vend të veçantë në jetën e vëllaut të tyre, kur ai krijon një lidhje të re. Ajo që dikur ishte bashkëbiseduesja e parë, këshilltarja, shoqëruesja e përhershme në vendime të rëndësishme, tani zëvendësohet, qoftë edhe pjesërisht nga një femër tjetër. Kjo lloj ndjenje humbje nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me përbuzje ndaj partneres së re, por me shumë nostalgji, me një tranzicion emocional që nuk është gjithmonë i lehtë. Megjithatë, për hir të së vërtetës, nuk mund të nxirren pafundimet pa diskutuara, përfundime. Ka ende shumë që nuk dim për marrëdhënien e tyre reale. Ajo që ndjekësit shohin në Instagram është vetëm maja e icebergut. Marrëdhëniet e vërteta zhvillohen në hije, në telefonata, në takime larg syve ndaj publikut, në përpjekje të heshtura për të ndërtuar ura mirëkuptimi. Mbas se Blerina dhe Egli janë thjesht një fazë fillestare të një marrëdhënie të re. Ku secila përpiqet të kuptojë tjetrën, të gjejë gjuhën e përbashkët dhe të ndërtojë një respekt të ndërsjellë. Në fund të fundit, ajo që ka rëndësi është se çfarë ndodh pas dyerve të mbyllura. E nëse Egli është një vajzë që e do Gjestin, sinqerisht dhe e bën të lumtur, atëherë me kalimin e kohës edhe Blerina mund të zgjedhë të hapë zemrën e saj. Sepse në një familje të shëndetshme, dashuria nuk është një tort që ndahet, por një dritë që shtohet sa më shumë që duhet të ndriçojë. Kjo është rrëfimi apo shpjegimi që në fakt unë e kam bërë. Unë nuk shoh një lloj xhelozie nga ana e Blerinës, nuk shoh as një lloj inati, sepse nuk ka një motër që ja ka inatin vllaut apo nuses vllaut për rrugtimin e marrëdhënies, rrugtimin e lidhjes që ato të dy bëjnë. Unë besoj që motrat e duan më të mirën e vëllezërve të tyre, e duan më të bukurën e vëllezërve të tyre dhe e jetojnë momentin më të bukur në familjet e tyre. Dhe kjo është dhurata që unë mendoj Blerina avash po pret që Gjesti dhe Egli të stabilizojnë marrëdhënien, ta marrin veten me të mirë, të jetojnë momente të bukura dhe më pas të sjellën atë following që ne presim masovikisht.